Vendi këtu kam shpije, këtu kam vare. Vendi këtu jam linde, rrit me halle. Vendi me ty jor nuk ka pazare. Vendi amanet që kur nuk falë. Shikues të respektuar, ne sonte në kuadër të këtij emisioni, unë do ta kishte qelluar një emision ku do të prezantojmë një investim goxha të madh, por edhe që i ka dhënë një pamje të tjetër pjesës së Zajazit. Do të flasim për një investim apo për restorantin Kalaja që gjendet në fshatin Zajaz, apo më konkretisht në rrugën magjistrale që lidh Zajazin me Kërçovën apo edhe me pjesën e Gostivarit. Për të biseduar më tepër rreth këtij investimi, ne do të flasim me investitorin, ideatorin e këtij projekti, me zotrin Xhemail Rexhepi. Zotri Xhemail, faleminderit që gjetët pak kohë edhe pse tash jeni tepër të angazhuar që të flasim pak për këtë projekt. Ndrama zotri Ilir. Ky është një projekt i menduar shumë më herët. Ka qenë ideja ime prej viteve 96 para se kthehem prej Italie. Desha të bëj një investim në fshatin tim për shkak se na mungonte gjithçka këtu. Ikëm në Itali shumë të ri. Edhe ideja ishte që t'i kthehemi në Zajaz të bëjmë një investim si duhet për fshatin ton, për qytetin ton. Edhe kështu që investuam, arritëm qëllimin që ta investojmë këtë projekt. Dhe pse ju shumë i ri keni filluar me biznesin e pizzerive, do të thonë. Po, ne fillimisht shkuam në Itali shumë të ri. Filluam me punën në hoteleri dhe në restorante italiane. Ideja ishte që të kthehemi këtu dhe të bëjmë diçka me ushqime tradicionale dhe italiane. Kështu që të arrijmë qëllimin ton, që të ndërtojmë objektin dhe të fusim ushqimet tradicionale, ushqimet italiane, klientët të jenë të kënaqur, fshati të zhvillohet dhe të kemi turista nga Maqedonia, pse edhe jo më gjerë. Kjo është një projekt vërtet i parë i këtij lloji do kishte thonë për komunën e Kërços, të mos dalim jashtë. Unë do kishte dashur të filloj prej këtu, prej te porta. Simbolika e kësaj. Po, kjo është një simbolik që të ketë një hyrje që i prezanton investimin dhe projektin në këtë vend. Kështu që në rrugën kryesore, shifet prej rrugës kryesore se tregon se ka investim mjaft të madh. Dhe është një punim guri, rrugët janë rregulluar me kaldërma. Faktikisht kaldërman e përdorin turqit, romakët, ilirët, e kam përdorur gjithë, kështu që i vendosëm edhe ne te rruga deri lart, pastaj do shohim edhe brenda investimet se si janë bërë. Të ketë arkitektura, të jetë punim guri komplet, të jetë dizajn antik, të kemi gjëra tradicionale që nga arka, nga fotografitë e vjetra, nga Putini, ku kam përgatit qumshtin për gjithçka faktikisht, do i shifni edhe lart. Do të flasim atje për atë pjesë, edhe pak për idenë. Sa ju ditën e diell e hapët edhe zyrtarisht. Sa tjetë i kënaqur në atë që një ide ka moshme. Ju e përmendet 30 vjeçare që në fund arritët që të realizoni dhe të hapni një restorant të këtill në Zajaz. Kështu, unë isha i sigurt se në këtë projekt po e përgatita ashtu si duhet, do kemi perspektiv, do kemi vizitor dhe si që shifet ditën e diell e hapëm, klienta kemi mjaft, të interesuar mjaft, respekt kemi pas nga politikanët, nga bashkësi fetare, nga shokët të afërt, familjar. Kështu që jemi shumë të kënaqur për investimin që i kam bërë këtu.
Dhe sa të prek emocionalisht ky projekt? Ju keni pas projekte të ndryshme që keni realizuar në Kërshov, po ky projekt është i veçantë për ju. Ky projekt normal se është i veçantë, se çdo projekt të vogël që e kam bërë për të arritur këtë qëllim, që të arrim deri këtu të realizojmë këtë projekt në fshatin tim, se kam hikur nga 14 vite prej këtu. Kështu që ideja ishte të kthehem në vendlinje dhe të investoj këtu ku me të vërtet kam pas shumë emocione, se kemi hikur shumë të ri edhe deshëm të kthehemi sa më shpejt në vendlindje. Dhe e thonë, unë duke dash si një pyetje, me që vendi këtu në Zajazi nuk ka tepër vend i banuar, një investim shumë i madh, sa më tepër të ka hek vendi, se tjetër një projekt mund të realizohet në një vend tjetër ku ka popullsi shumë më të madhe. Po, normal se ta investojnë një kitë projekt në një vend tjetër, normal se fitimet do ishen më të mëdhaja, po qëllimi im është të zhvillojmë vendin tonë, fshatin tonë. Nuk është qëllimi vetëm të investojmë në vende ku ka pare. Qëllimi jonë është të investojmë në fshatin tonë dhe të zhvillojmë fshatin tonë. Rreth pjesës të parkingut, u shoh sa hapësirë ka këtu? Ne kemi pas shumë metre në katror këtu edhe kemi blerë shumë metre në katror. Afërsisht kemi ke 40.000 metre në katror. Nga hekurudha e trenit, e poshtë kemi ke 16.000 metre në katror dhe mbi hekurudhën kemi 30.000 metre në katror. E çka keni para në hapësirën? Në të ardhmen kemi projekte për të ndërtuar shtëpiza të vogla turistike, kemi projekte për të sjell shpezët, kafshët shtëpiake, që i fëmijët të dalin dhe të shijojnë natyrën, jo të merren me telefonat edhe me sende të pa zhvilluara. Tash këtu në këtë zonë përgatisim këndin e fëmijëve edhe në pjesën tjetër përgatisim sallën e darsmave, të jetë e hapur, të jetë e përgatitur në një mënyrë pak më ndryshe se në vendet e mbyllura. Me thënë do t'jetë një sallë për darsmat e hapur? Në hapësirë, po. Deri sa vende parashikohet që t'jetë? Deri në 500 vende. Deri në 500 vende. Kjo do të fillojë me siguri si projekt për vitin e ardhshëm. Mendoj se viti i ardhshëm do jetë gati, po do mund të rezervojnë klientët. Dhe besoj do kalojnë shumë mirë për shkak se prevojën më të madhe kemi përgatitur në hotelet që kam punuar, kemi përgatitur darsma dhe shumë komunione, shembull vigjia si thonë këtu kene dhe bankete të ndryshëm, kështu që do jenë klientët shumë të kënaqur. Po objekti është i ndërtuar komplet me gur mermeri, është gur i bardhë dhe i ka dhënë një pamje fantastike. Dyrët janë të punuara me drur dhe duken shumë bukur dhe çdo ndriçim është punuar me punim e druri. Faktikisht kur gjë nuk është e bleme origjinal, krejt janë art të punuara. Dhe shifni edhe brenda, ndriçimi faktikisht ka një pamje të veçantë, ndriçimi jashtëm, duket shumë bukur, gjelbrimi pishat, drunjët veçantë, kështu që është perfekt çdo gjë. Sa ka qenë rënd që të sigurojnë se sot ka edhe pak problem të gurve, por do të flasim edhe për sende tjera që ju keni përdorët sende të vjetra që i kanë përdorë njerëzit më herët. Sa ka qenë problem që t'i siguroni ata? Unë projektin gati që 5 vite e kam filluar dhe kam mbledhur në çdo vend sendet e vjetra shqiptare që kanë qenë, i kam mbledh gati 5 vite dhe kështu i kam realizuar mrena 5 vitesh si ndërtimin, si punimet e gurit, si arredamentin mrena, kështu që ka dalë perfekt çdo gjë. Do të Xhamail tash ty brenda dhe me kam në xhaj. Po, me më Zotin, me bismillah. Kështu që tash do ju prezantoj punimet brendshme. Dyrët janë punuar me dru dhe duken shumë bukur. Kemi punimet të shqiptarëve të zonës të Zajazit, qarapët të punuara në shumë mënyra dhe çdo pjesë e tyre ka një tekst punimi, qëllimi, shamijat i kemi aty, faktikisht shamie bardhë është përdorur
në një fazë ndryshe, Shami e zez për diçka tjetër edhe e Kuqja për diçka tjetër, për çdo pjesë ka të shkruara, kështu që të mbesi në histori të këtij vendi. Kemi dopunime të fotografive të vjetra që kanë qenë njerëz të veçantë të zonës së Zajazit. Kemi shumë fotografi, kështu që secili ndoshta i din fotografitë edhe mos filloj tash t'i shpjegoj detalet e tyre. Po keni paraqit pjesën e veshjes së Zajazit. Po. Do të thonë pjesës së Zajazit, me që këtu do të ketë vizituar nga të gjitha vendet, tu do të njoftohen edhe me veshjen tradicionale të Zajazit. Apo edhe të Kërçovës, po, të zonës Kërçovës. Po, janë faktikisht i ka përgatitur këta mbesa ime lumnie, lumka, dhe ajo vadin historinë dhe punimet e materialit i din ajo, kështu që i ka shkrujt edhe në tekste që ti kemi kujtime. Kështu që në zonën e mbrenshme, tavolinat i kemi punuar me dru dhe këmbët prej hekuri, dizajni është shumë i bukur, kështu që do e shofin edhe vetë klientët do jenë të edhe këtu keni përdor tash pjesë njëtë. Këtu kemi përdor faktikisht ta ku kemi qenë si fëmijë, kemi pas në shtëpi për fletje, për mbulesa dhe për shtresa poshtë. Që e kishte çdo shtëpi, ajo ishte pjesa që ishte edhe kështu do i gjejnë këtu në këtë vend. Do të riktheje në kohë, por është... E kemi hastrën në atë zonë atje, në zonën para banjove, po do i shojmë me detaje. Po. Kemi qylymat punuara që i kemi pas shtëpi shumë vite më herë, kështu që... Të thonë edhe kjo është pjesë e punimit të zonës. Zoti Xhemel, do të thonë në çdo vend keni shkuar që të paraqitni nga traditat e jona. Po, prezencën e materialeve që kemi jetuar, kështu që kthehemi pas dhe do i shohim, do i shijojmë. Edhe këtu se kemi hikur shumë herët edhe kështu na kthejnë nostalgji. Edhe këtu ka një veshje të nuses që ka qenë nusja me të gjata e veshur. Normale ka pregadit me Saime edhe kit, kështu që për shpjegime ma tepër sunap se nuk e njoh shumë kitë. A kjo veshje është edhe kjo veshje është e kohës shumë më herët, do të thonë të gjata që kanë qenë në atë kohë. Nuset ma herët ndoshta ne e majmë shumë, e majmë menë se edhe darsma tona kur janë bua atëherë, nuset janë vesh me këta peshë. Edhe sot e mbajnë këtë traditë. Po, e mbajnë, po. Këtu këta është njëtët edhe këtu me dru keni shku. Po, kemi shku me dru të vjetër, që të duket mirë, jep një dizajn ndryshe, jo në sende moderne. Sendet moderne janë ma të lodhshme, vëndoj zhreq rosfrajta apo diçka tjetër, se nuk i përshtaten ambientit. Në këtë pjesë kemi zonën e kuzhinës. Mund të shikoni kemi pregadit një furrë gati 3 metre me 3 metre mbrenda. Aty piqet mishi i qingjit, piqet mishi i viçit, patatet në furrë, aty pregadisim picat në furrë. Në çdo pjesë të punimeve, faktikisht këtë eksperiencë ma ka dhënë edhe vitet më herët që kam punuar në Romë, se çdo artikull kërkon frigoriferin e vetë dhe çdo produkt e do në zonën e vetë për ftofje. Se në këta zona nuk i din bashkëmirë për shkak se prevojën nuk e kanë të hotelerisë, se nuk kanë... Faktikisht unë mendoj ashtu, po unë jem pregadit në gjithë mënyrat perfekt ashtu si duhet tjetë për çdo ushqim, si për picën, si për mishin, si për ushqime tradicionale, kështu që këta janë ushqime tradicionale që i kemi hangër shumë herët. Kjo petlla gjylyne, peta me gruash. Unë edhe si pyetje desha ta bëj që një send që e veçon në restorant Kalan janë ushqime tradicionale. Po, do e shojmë edhe atë pjesë. Ne që jemi rrit me byrek, me gruash, nuk di me disa ushqime tjera, nuk kishim ku mundësi që shkom dhe ta hekish do me tha një kujtim të atil, kështu që ju e mundësoni atë. Po, tash në këtë vend, njerëzit që janë jashtë, që jetojnë jashtë, u mungon ushqimi tradicional. Do të thotë se prej ushqimeve tradicionale në këtë zonë nuk i pregadit njeri, për shkak se edhe prevoja e punës mungon. Ka dhe mungesë të njerëzve që mund të... Po, ka mungesë të njerëzve, ne i pregadisim, i marrim të zonës, punëtore të zonës, që janë të ndeshme punëtore, dhe pregadisim ushqimet
fillojmë prej mujt parë, 2, 3 edhe ashtu në zhvillim i bojnë ushqimet, e mësojnë faktikisht punën edhe do i rujmë ushqimet në atë mënyrë që ti përgatisin, se tash nuk din ata si më shohin, nuk din, kështu që do mes ushqimi tradicional në këtë vend dhe shpresoj edhe pas nesh do mbes si një objekt i mirë i ndërtuar dhe me ushqimet që gjë kryesore që duhet t'i rujmë ushqimet tradicionale. Dhe rinjallën, ushqimet këtu i shoh edhe arkat. Po këta janë faktikisht, këta i përdorjem për mbajtjen e robave në vitet më heret, arka të punuara dhe të vizatuara nga artistë të ndryshëm, kështu i kam mbledhur pi shumë vendeve edhe arkat, sniku i Nuses ka qenë ky këtu, kur kanë marrë Nuse kanë qu teshat me kit snik, faktikisht qezi kur e kanë qu. A zotri Xhemail, e me thonë, këtu është edhe një muzej vogël, do të kështë thonë, për pjesën e Kërçovës, por edhe të ndërtimeve që i kanë bërë më herët. Se për shembull, arkat nuk mund t'i gjesh në çdo vend, që t'i shikojnë se shumica edhe i kanë hudh, duke mos vadit bjerën më herët. Ka just sot i keni grumbullu dhe gjenerate re e kupton, do të thonë se si më herët kanë mund që t'i bëjnë teshat. Apo për këtë sëndiku që përmenet që i kanë grumbullu dhe kanë qu qezit të quajtur në atë kohë, këtu mund të rritë edhe të mësuen për mënyrën e jetesës e njerëzve më herët. Po, në fakt edhe arkat ka qenë shumë vështirë për t'i mbledhë dhe për t'i gjetë se nuk i kanë hudh njerëzit edhe nuk ka. Kështu që unë i kam vëndu këtu i përdor edhe si tavolina pune edhe si prezencë të traditës. Në këtë zonë këtu i kemi mashinat të cilat fillimisht kanë qep teshat që i kanë pas të grisur aso diçka, tash i përdor si tavolina edhe tavolina edhe... Me thonë, kjo është maqinë për qepje që shumë shtëpi kishin në atë kohë. Po, se cili ka pas në shtëpi këto maqina. Në këtë zonë kemi ndërtuar një kamin të madh me gurë prej pjesës Shqipërisë dhe gjithë punimet se si kanë përgatit druut në atë kohë. Janë gjithë sharrat të viteve të ndryshme dhe i kemi mbledhur këtu për të bërë prezencën e mbledhjeve të druve me çfarë mënyre i kanë prerë në male. I ke morë edhe rotat e... Po, edhe rotat për kotliçkat, për qerë, po, nuk janë të qerë, janë të kotliçkave që kanë bajt dru, për atë i kanë vëndu në pjesën e kaminit. Pjesa e lartë janë sharrat, ajo afër sharrave? Sharra, ata janë sharra, ajo është rota e kotliçkës pihekri që e kanë pas edhe rotat e drurit. Me këta rota kanë përdor edhe qerë që kanë bajt barë, dru prej mali, edhe si kotliçka i kanë përdor. Kjo pjesa e kaminit vendohet në mes edhe vendohen drut, pastaj që të rrinë në pjertësi. Kështu që kaminin e pam duket perfekt, është i punuar me qef dhe në këtë zonë kemi një qylym të punuar me gjilpër, krejt është i punuar me gjilpër, ka mjaft dizajn të bukur. Kemi një xhep të vjetër prej hekuri, kështu që merë ndoni me fëmije ka edhe xhepin këtu, pra atë mund pushojnë fëmiu. I moqëm edhe po, shumë i vjetër, Në zonën tjetër kemi edhe xhep tjetër. Kjo është një kosh që ka mbajt faktikisht drithrat, i ka mbajt drithrat edhe se nuk kam pas, ndonjëri s'ka pas kuaj apo diçka tjetër, është një kosh që e kam vëndu edhe... Po, e kam bajt në krah. Po, i kam bajt në krah. Baplaku im i ka bajt edhe është i baplaku tim. Dhe thonë çfarë kjo tregon edhe atë përkushtime dhe mundi se sa çfarë mundi kanë pas njerëzit më herët. Të gjithë punët i kanë realizuar në pjesën fizike. Janë mundu shumë për shkak situata në këta zona se cili e din si ka qenë dhe kështu që janë mundu të mbledh gjithë shka dhe të ndjejnë se cili që ka hik jashtë të kthehet tu dhe ta gjejnë vetvete. Ato që kanë disa vite më tepër i din shumë mirë, po të rrit nuk i din, është mirë të ketë ndonjë t'i binë këtu dhe t'i kuptojnë traditën tonë, materialet tona, se si i kemi pasur. Kjo është shosha, faktikisht për t'i shosh drithrat, i kanë shosh me këtë. Ka pas edhe
Ajo si afkat shosha, dërmanja, një me bira ma të vogla, pat nuk e kam gjetë ala me pas në një në ta sjell, ta vendojmë në vend. Në këtë zonë kemi plugun, faktikisht një plugu vjetër që kanë laruar me kuaj ose me ka, diçka, qashtu, tu kemi specat kuror, hudrat, një dizajn pak ma ndryshe. Jemi tu e kompletu, s'është bashi kompletu si duhet, kemi edhe shumë punë, kemi gjymat, kemi vagën që prezenton të drejtën e kemi vëndu aty se me vagë gjdo mate gjdo gja. Po punove mirë dhe drejt do të thotë se do shkojsh lartë, po punove shtremët do zbresish poshtë, ajo e jeta. Në këtë zonë kemi bo një kënd fëmijësh mbrenda, se ka ndonjëri vjen me fëmijë të vegjël dhe sunhajnë rahat mundet të akomodohet në këta zona ku ka edhe lojra fëmijësh. Në këtë pjesë kemi një kënd i bukur, me një trys është, me një gjep të vogël, me një ulse të vogël me 3 kam. Tash ka edhe punime tjera që duhet t'i pregadisin, po tu kemi një foto të shkollës që kanë qenë me veshje tradicionale shqiptare, me shqiponjën aty. Jemi munduar që të mbledhim sa ma shumë sende. Kjo është në Zajas, e? Po, është në Zajas, po në shkollën e Zajas. Kjo foto mund të jetë edhe të shkolla të Zajas Tunel. Mos gaboj, qoftë është shumë e moshme. Është shkollë e moshme, unë i kam gjetë edhe i kam printu, jam mundu t'i kemi në këtë vend. Tu kemi jeleket që i kam përdur gratë, faktikisht janë të ndryshëm, janë me punim dore, edhe aty kemi një tjetër, ndoshta gratë i din ma mirë t'i spjegojnë, dhe spjegimi u tregon edhe në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe, kështu që t'kenë një uri edhe të jashtëmit me erdhë ndo një jashtëm të ketë një uri për zonën. Një leket me që ne jemi në gjenerat që jarritëm, i përdorëshin tepër përdorëshin këta jeleket. Po i kishin edhe fazat e moshës në cilën mosh përdorësht, ishte shumë interesanta e kohë. Këtu e kemi një tullar, faktikisht edhe nëna ime dhe motrat e mia në vitet më heret, venjëm faktikisht këtu këmishat e gjdo gjë, e kanë shpatën edhe janë disa pjesë që i kanë mbledhur, do shta mungojnë edhe pjesë. Këta goblenat mi kanë vëndu, për moment do t'i regulloj se jam në fazën e regullimit, janë goblenat që i ka pas gjdo shpini ma heret, edhe prezentojnë të kaluarën. Shtu në këtë zonë kemi banjot, banjot janë të punuara me dru dhe me hekër, kretë punime dore, nuk ka kur gjë tjetër. Këtu kemi banjot e femrave, nuk do hynë, këtu kemi banjon e meshkujve, kemi 3 banjot e meshkujt, 3 të femnat, kemi vend për ndërrimin e fëmijëve të vegjël, me dashtu në rrojnë pelenat apo diçka, edhe atë kemi menduar. Kështu që jemi munduar maksimum, lavamanet i kemi prej guri, jemi munduar që të bojmë diçka të veçantë. Në këtë zonë është kati sipër, është i pa përfunduar, do të thotë se disa pjesë janë përfunduar, kemi përdorur shumë tulla dhe shumë dru të vjetër. Në mesin e mureve kemi lanë hapësirë për dritare, kështu që prezenton shtëpiat e vjetra kishin do dritare, të vjetra, kështu që mendoj se është bukur kur i shikon edhe do vendojmë do hekra aty në mes, që të prezentojnë shtëpiat e vjetra si kanë qenë të ndërtuara. Do punojmë edhe punim me balë në të ardhmen, kështu që në këtë zonë jemi tu i pregadit ndriqimin me dru të vjetër, me litar, punime të vjetra, kështu që duken shumë bukur. Këtu pak, kjo zonë është interesante edhe kjo. Kjo pjesë është prezenton një karrocë, është shumë ma e madhe se normalet, e kam bërë pak ma të madhe për shkak se hapësirës të madhe të duket bukur edhe për ndriqim edhe për dizajn. Ndriqimi në murë, ke shtyllat janë punuar me dru të vjetër dhe ndriqim që reflekton gurin, që të marrë një pamje shumë të bukur. Thonë, kjo është një komplet që prezenton edhe një qere që qënjën në atë kohë që banjin barin dhe... Po, kjo është një qere që... Sa ka qenë problem që këta rotat
siguroni se vërtet nuk i kanë ruajtur. Po, kjo faktikisht i ka mbledhur rotat unë nga gjithë zona jo veç e Kërçovës, edhe nga Manastiri, nga Prilepi, nga Shkupi, se nuk kam përdor shumë rrota edhe për ndriçim edhe për dizajn të karrocës. Anësh kam përdor disa dru të vjetër se në këtë formë bajnë barin më tepër, kështu që... Gjemail, sa ka qenë vërtet problem që të mbesi diçka pa mos e përfunduar deri në fund, deri sa e ke gjetë për shembull rrotën e teje, do të kishte thonë, apo të gjashtën që e ke këtu. Po, më kam marrë shumë kohë, po jam munduar që 5 vite dal nga dal, tu i mbledh, disa rrota i kam edhe pa montu, se më kam e fundit, e kam gjetë para se e hap nja 4 ditë, edhe e kam të pa montuar, do e shikoni tash. Këto është kjo edhe zgjedha, me siguri atë e karakterizon. Ta pjesë janë fkat ruda në gjuhën shqipe, se di si mund të jenë fkat, po besoj ruda janë fkat. Ruda, ajo një hark për kalin që ka qenë lartë. Edhe kemi pjesën e... Tu s'kemi shumë ndriçim, po kjo do jetë një zonë pak ma e veçantë. Kjo do jetë një zonë pak ma e veçantë për mbledhje, për takimet veçanta, për spjegimet të projekteve. Besoj se do ketë edhe ashtu interes të firmave të zonës. Për prezentime. Po, për prezentimin e produkteve apo diçka tjetër. Në këtë zonë kemi do shkallë të vjetra, se cili prej nesh ka kalua në këto shkallë dhe për ati kam ndërtuar. Kam pas vështërsi t'i ndërtoj si drurin t'a vëndoj si pozitën, po desha që t'i ndërtoj si fmi kam jetuar me këto shkallë edhe kur shkova jashtë shtetit, prek të këto shkallë shkova jashtë shtetit edhe qëllimi im ishte që të kthehem edhe të bëj diçka të veçantë dhe gjithë ato pjesë që më mungojnën t'i kthehem dhe t'i kemi në një objekt. Kjo zonë është këtu zona e Tarasës, është para objektit, edhe kjo një zonë e bukur, e kam menduar që kur ka njeri nevoj për një pushim, ullet një tavolin këtu edhe ka qëtësi mund taj një drek, një dark, me 2-3 persona, 4 maksimum, për shkak se tjetë si privatësi. Kam një taras edhe mbi objekt, ke 100 metrë në 4 orë, edhe ajo zonë do jetë për klientë të veçantë që duhen të shijojnë ushqimet tradicionale, natyrën dhe komoditetin në këtë vend. Kjo veshe, sa e shof është tipike e Zajazit, Gjempo? Po, kjo është tipike e Zajazit. Nënat tona janë vesh me kitë veshje, kam pas këmishat, dimijat, peshterkën, brezin. Si fmi, nënat tona i shifjem gjithmonë me këtë veshje dhe se cili që vjen nga jashtë, kur ta shof kitë veshje, do t'i kujtohet nëna e vete. Kështu që tash janë humpë... Kjo është veshje që e banjën që ishin ma tepër të mëshuara. Po, ma tepër të mëshuara. Unë mendoj se edhe fshatrat tjerë të komunës të Zajazit i kam përdorur dimijat edhe peshterkën, këmishat. Kështu që mirët t'i kemi edhe t'i mbajmë si kujtime. Kjo pjesë është pjesë e kuzhinës. Në këtë zonë që i përgatisim pizzat, kemi mishin me hell, çdo gjë përgatitet me dru, mund t'i shikoni. Këtu kemi pastat, se profesionin e kemi normal në Itali edhe pastat i përgatisim mirë, parmigianon, sosi napolitana, bolognese, shpagetat, makaronet, vezët e shtëpisë, pulat i kemi tona, edhe grillin e kemi me dru, krejt punim druri, këtu e kemi grillin, gjithçka me dru përgatitet. Kuzhina e hapur, modeli. Normal kemi zonën e purrës, po në këtë pjesë. Ushqimet dalin në këtë formë, gjithçka përgatitet me dru. Jam perfekt, mishi o gati, është mishi zonës, si mishi qingjit, ashtu mishi viqit. Kemi në një pjesë edhe në viqat i rrisim vete dhe mishin e përgatisim të freskët të zonës. Purrën mund ta shikoni edhe një herë.
patatet në furr, vllai im është këtu gjithmonë me punëtorët, me gruan e vete, me familjen e vete dhe api mundin më të madh që ta marrim jetën e këtij vendit si me ushqime, si me ambient, t'i presim çdo njeri që vjen këtu në mënyrën më të mirë. Azemin e ke këtu, nuk Po, të leve. azemi këtu, tash piqet çdo ushqim tradicional me dru e kam bërë në formë të saçit, se më para përdor saçi dhe qirepi, kështu që furra në këtë pjesë e punuar, faktikisht çdo ushqim që e pjek në këtë furrë piqet si në antikitet, si në mënyrë të vjetër, formën e ka në formë të saçit. Ushqime tradicionale punon në një pjesë të veçantë për shkak të kenë komoditet që më kenë pengesa nga punëtorët tjerë. Se ato punëtorë që përgatisin ushqime të veçantë, të tradicionale, duhet t'i përgatisin në mënyrë perfekte që t'jenë ashtu si duhet. Kjo zona ku i thullin ushqime tradicionale, këtu i kemi punëtorët. Normal se këtu i përgatisin, po piqen në furrë me dru, në furrën që punon të azemi. Këtu i kemi petat me gruash, petat laknurët me pras, me gruash, silpyten e kemi këtu. Faktikisht i kemi mund t'i shikoni se i mbajnë të mbuluara. Këtu i kemi silpytet, i përgatisin mrena ditës, kur argjun përgatisin të freskëta. Kjo silpytja, këtu i kemi bukën e përzint, e ruajnë që trinë e but, këtu i kemi birekun me gruash, si hargjohet, kështu fillojnë përgatisin tjetër, normal, baklavën e kemi këtu. Mundohemi t'i ruajmë sendet edhe... Në çdo moment ushqime tradicionale ka. Po, në çdo moment ka se i përgatisim në moment, nuk ka kur gjë që të rrinë një ditë, 2 ditë. Faktikisht hargjohet brenda ditës, përgatitet tjetra. Edhe është një sen e veçantë ke ushqime tradicionale, edhe me ndash t'i mbash, nuk mund t'i mbash, se e hupat shije. Po, e hup shijen edhe s'mund t'a bëjsh, se ajo, po se përgatitet në moment, nuk ka shije, nuk ka shije. Se pjek në furrë, t'i lelan, të rinanësh, ajo nuk ka, pa tjetër nuk del si duhet. Kjo peta me grosh, faktikisht grosha duhet rinë temperaturë si duhet, ta punojnë si duhet, kështu që besoj çdo klient që provon të ne rikthehet se këtë ushqim se gjen në asnjë vend të botës, për shkak se unë kam punuar në Itali, dal në disa vende dhe kam interes gjithmonë të shoh si përgatisin ushqime, kështu që me kuzhinën tonë nuk ka kuzhinë që mund ta konkuroj. Kjo zonë është zona në pyll, është e përgatitur krejtësisht me gur. Drunat janë ruajtur në mënyrë të veçantë për shkak se kemi një freski shumë të mirë në këtë zonë. Tu kemi 3 nivele dhe një hapësirë afërsisht 1000 m2, e punuar krejt me gur. Këtë zonë e përdorim për festa, për haengje të ndryshme, për gëzime familjare. Mund të rezervojmë tavolina deri më 500-600 vende për akomodim, po. Me thonë, kjo është gjithçka me rezervim para pak. Po, është një zonë me rezervim, po tash në periudha të nxehta dhe kur tjetë fluksi i madh i gurveçarve, besoj se do punojmë edhe në mbrëmje se është shumë freskët edhe shumë mirë në këtë zonë. Këtu e ndjen atë kënaqësinë e Zajazit, faktikisht. Ajrit të Zajazit. Ajrit të Zajazit, po. Edhe pozita është tu. Në atë zonë përgatisim sallën e darsmave, prej këtu shikohet në ata anë atje, kështu që perfekt. Kjo zona e përparme e objektit. Me edhe këtu do të thonë kjo pjesë vetëm është ndërtuar për vizitorët që do të vinë, që do të thonë se janë edhe tavolinat të vendosura. Po, janë tavolina të drurit, kështu që nuk kanë problem prej ujë, janë të punuara pak më ndryshe, dhe është një hapësirë para objektit, është një freski e veçantë për ta shijuar si ditën kur është shumë nxehtë, si në mbrëmje. Thonë edhe ditën është freskët. Po, edhe ditën është shumë freskët, edhe në mbrëmje ka një qetësi të veçantë. Edhe ndigjoni edhe muzikën e kacaljecave, si u thonë, shqizimi si të thonë. është perfekt. Bot qefi që erdhët
bashkarisht ta prezantojmë këtë vend të veçantë dhe shpresoj që ky vend të jetë përgjithmonë për vizitorët dhe për zonën këtu dhe për rrethin e Kërçovës. Dhe shpresoj të kemi turista edhe nga jashtë, kështu që faleminderit shumë. Zoti Xhamel, ishte edhe për mua kënaqësi për këtë prezantim që e bën për biznesin e juaj që e keni ndërtuar në Zajas, mënyrën e ndërtimit dhe shpresoj që tash shikuesit do të mund që vetë të vinë dhe të vizitojnë, të shijojnë atë që ne e thamë në këta minuta për prezentimin e këtij vendi, kësaj hapësire, por edhe shumë gjonave të tjera që thamë që lidhin me traditën e juën, e lidhin me veshbatjen e juën, e lidhin me punët e të parëve tanë, se si kanë punuar, si kanë jetuar, që shumë njerëz rikthehen kohë këtu. Po, kjo është qëllimi jonë dhe arritëm ta realizojmë këtë qëllim dhe është një kënaqësi e veçantë kur e shikoj çdo gjë është në vendin e dur që prezanton të kaluarën tonë dhe është një kënaqësi e veçantë. Dhe do mundohemi në maksimum që t'i ruajmë si traditën e arredimit edhe të monumenteve të zonës, si dhe ushqimet tradicionale dhe do va përcjell atyve pas nesh që të mundohen të ruajnë ashtu si që ka hijet e shqiptarët. Faleminderit. Sukses edhe një në emër të ekipit televizionit Tuskanat, pronarit, që edhe ajo është nga Zajazi Miniri për gjithë këtë investim dhe këtë aktivitet që ju e keni bërë për Zajazin dhe për të prezantuar Zajazin. Faleminderit.